dhe dua t'i them që po isha në Bruksel, edhe Shqipëria hapi të gjithë kapitujt e negociatave, dhe me që më pyete çfarë mendojnë ata për luftën kundër korrupsionit në Shqipëri, po të them që ata mendojnë se si thot korrupsioni nuk është luftuar ndonjëherë në historinë e këtij vendi. Sepse po të mos e mendonin këtë, nuk do t'i hapnin kapitujt e negociatave, dhe në ndërkohë juve nuk e keni kuptuar akoma që në këtë vend punët janë ndarë. Dhe për sa kohë do vazhdoni të bëni këtu prokurorim popullore, për aq kohë do vazhdoni të jeni aty ku jeni dhe gjithmonë më të kurrur. Tani, natyrisht që këtu nuk jemi për diskutuar për ju, po me që më ngacmonin sa herë ju shoh dhe prandaj nuk vi që të mos ngacmohem. Ju thash disa fjalë lidhur me sa thatë, ndërkohë që dua